Me trajnerin e Vllaznisë në basketbol për Meshkuj, Eni Llazani. Profesor fatale kjo humbje e Vllaznisë ndaj Apolonisë për Ligën Unike, kur gjithçka ishte nën kontrollin kuqe blu. Sekundi i fundit të ndeshjes ju ndeshkoi Apolonia. Ju vjen keq? Shiko, skuadra jonë sot bani një zhvilloi një ndeshje të mirë. Nuk është se nuk jam i kënaqur me paraqitjen fush. Sytë ton nuk janë aq shumë tek Liga Unike, pavarësisht se e vlerësojmë maksimalisht, siç e patë edhe në fush. Por sot patëm disa gjëra që nuk shkuan mirë për ne. Kjo ndeshje nuk shkoi mirë në aspektin e gjujtjeve. Nuk patëm përqindje të mirë të realizimit për 3 pikë. Kjo gjë na pengoi në zhvillimin normal të sulmeve. Dhe çfarë duhet theksu më tepër, patëm shumë probleme tek gjujtjet e lira. Skuadra jonë sot ka gjujt 30 gjujtje të lira dhe ka shënuar 16, pra 53%, që është shumë e vështirë me fitu një ndeshje me këtë përqindje gjujtjesh. Pavarësisht kësaj, djemt treguan shumë karakter, luftuan fort, patën shumë përplasje, sidomos në sekondat e fundit, edhe pse nuk na shkoi siç deshëm ne. Energjia ishte shumë pozitive, edhe kjo m'jep kënaqësi. Megjithatë, mendoj që ishte ndeshje që duhet ta kishim kap. E vetmja gjë që na pengoi është, siç ta thash edhe herë, përqindja e realizimit tek gjujtjet e lira dhe tek gjujtjet për 3 pikë. Gjë që do punojmë fort dhe mendoj që do rregullojmë ndeshjet në vazhdim. Profesor, fitore në transfert me ekipin Kurçar Skënderbeu dha një moral skuadrës dhe u prit mirë në opinionin sportiv, por edhe loja e curia takimit të sotëm përsëri Vllaznia bindi. Por duket sasi final, edhe ndoshta edhe aspekti emocional, psikologjik mund të ketë edhe ndikimin e vet. Apollonia është një ekip shumë serioz që ka objektiva serioze këtë sezon dhe është investuar shumë. Dhe po i korr këto investime me fitore, nuk është rasti. Megjithatë, pra po them, ne kishim mundësi dhe çdo gjë u var sot tek gjujtjet tona të lira. Pra që nuk arritëm me shënu gjujtjet e lira. Është një ngërç që po kalojmë, por kam shumë besim që në ndeshjet në vazhdim do rregullojmë. Vllaznia 4-ta në kampionat, ndërkohë kjo është ndeshja e parë për Ligën Unike. Me çfarë pretendimesh është Vllaznia në këtë kompeticion? Ne do hyjmë fort me lujt çdo ndeshje, pavarësisht Ligës Unike, por prapë për mua po ta them edhe herë shumë e rëndësishme që skuadra u përgjigj mirë me ritëm, me agresivitet, me mbrojtje të fortë dhe nuk patëm asnjë dëmtim, jena gati për ndeshjen e ditës diel me Kamzën, ndeshje e cila na solidifikon pozicionin në katërshe nëse arrim fitoren gjithmonë. Ne do bëjmë të pamujtënën dhe do përkushtohena maksimalisht që me arrit rezultate maksimale në ndeshjen që vjen. Pra të djerën luhet për kampionat? Po. Edhe diçka fundit në ndeshjen e sotme nuk i llat besim elementi të ri. Shpeshherë jeni shquar, keni dhënë provë për elementin e ri duke i dhënë me shumë minuta. Sot pak i pam fush. Djemt tonë të ri po vinë nga një periudhë shumë intensive ku po zhvillojnë nga 3 ndeshje. Kemi raste që zhvillojnë edhe nga 3 ndeshje në javë, sepse gjithë këto djem aktivizohen edhe me U16-ën, edhe me U18-ën, dhe ishin në transferta etj. Ne, pavarësisht që i kena forcat tona dhe dedikimin ton drejt tyne, edhe në asnjë moment nuk i neglizhojmë, por ka çdo moment, duhet gjesh momentin e përshtatshëm edhe për to. Ju bëra këtë pyetje sepse ju keni qenë ai se keni deklaruar dhe në fakt keni marrë besime për besimin që keni dhënë të rive. Ato janë objektivat tona. Ne kena syt aty gjatë gjithë kohës. Ekipet tona të moshave të dyja po paraqiten shumë mirë, sidomos ekipi U18, jena në renditje të dytët. Kena humb disa ndeshje për mungesë eksperiencet, por që do i rregullojmë edhe ato. Këto djem po punojnë, po zhvillohen, janë ala me djemsh dhe janë të ri dhe duhet i japim pak kohë. Profesor, faleminderit, sukses.